do duhet të ishën zgjidhja më e mirë në këtë situatë, më që pavarësisht kostos. Rezultati i në shqitit e ka prodhu këtë pat pozicionin për dy kampet politike, edhe pse në fushat subjektet politike të opozitës nuk janë prezentu si blok i përbashkët, bile LDK-ja është përpjek ta fuqizoj mesazhin që ne nuk jemi njëjtë me subjekt të rinj. Unë nuk besoj që ka... A duhet pastaj të përsëritur zgjedhjet ashtu siç po përsëriten seancat pa fundësi? Nuk besoj që do të ketë rezultat të njëjtë edhe për faktin që tash elektorati duhet të identifikoj se cili është fajtori që e ka kriju këtë ngërsh. Qoftë vetëvendosja, qoftë bloku i subjekteve politike opozitare dhe me votë le ta ndëshkoj. Unë besoj që elektorati ka me pas qëtë mundësi, edhe ka me reflektu, ndoshta, njërë që mos me pas në një situatë tjetër si kjo. Sajta problemi pra aktualisht është të krye parlamentarë dhe Kosova nuk po mund ta konstituoj legjislaturën e nënt. E hati përmendi kushtetutën. Kushtetuta është fakt që thëtë të drejten e propozimit të kandidatit për kryetar kuvendi e ka partia që i fiton zgjedhjet. Kushtetuta nuk thëtë që të drejt propozimi ka as partia e 4, as e 5, as e 6. Po, veç nuk e ka specifiku kushtetuta. Kushtetuta nuk thot që nëse nuk kalon herën e parë, herën e dytë, herën e tretë kandidati, duhet ndru atë. Kryetuta nuk thot që duhen konsultime apo diçka tjetër për para se të ti tha që kushtetuta jo domosdoshmërisht do të ilustrojë te detajet gjitha veprimet. Ka ditë të saktësoj për postin e kryeministrit se çfarë konsultime duhet zhvilluar, por këtë se ka përmend te rasti kryeparlamentarit. Kështu që seanca konstituive më shumë do duhet të ishte diçka të zhvilloj në frym ma shumë ceremoniale, edhe të votoshin të gjithë të propozuarit, sepse secili deputet është kredibil për ta marrë atë post. E para, si do duhej, por është defekt e kushtetuta për këtë situatë që jemi sot? Kushtetuta është e qartë. Pse defekt? Kushtetuta është e qartë. Ja jep partisë fituese... nuk e specifikan sikur për kryeministrin. Po, për kryeministrin ka imponon rregulla tjera, imponon sjellje tjetër. Për kryeparlamentarin thot që e propozon thjesht subjekti fitues dhe pastaj jo dikush tjetër. Nuk imponon... Ja kanë obligim partitë opozitore, ja po votat... Po veç hipotetikisht e atë, nëse vetëvendosja është përcaktuar të mos qeverisë fare. Zdon me bo qeverin. Jo, zdon me bo qeverin, po e zonë. E thot, unë e kam këtë kandidat për kryeparlamentar dhe mu s'më intereson hiç a e votoni, a nuk e votoni. Qysh subjektit opozitare duhet me met peng i këti emri dhe ta lën po e zomë të ikë mundësia për ta bo qeverin vetë, nëse si subjekte opozitare dojnë me e bo qeverin, hajde ju, Kurti, nëse po interpretoni kështu, Kurti nuk e ka shumicën kuvend. Hajde bëne ju. Pra, ky është një indikacion që subjekte tjera e kanë numrin e mjaftueshëm të votave për ta bërë qeverin. Dhe nëse është kështu, pse se heq pengesën që e ke përpara? Këtë rregull, vetëm partia e parë, në këtë rast lëvizja vetëvendosje, nëse shkon e sinqert me publikun, me votuesin e vet, del dhe thot, më falni, unë nuk i kam 61 vota për kryetarin e kuvendit, unë nuk i kam votat për me formu qeverin, edhe lëshon rrugë. Shtu, ka një rend logjik që e ka parapo dhe kushtetuta. Kushtetuta e ka parapo, kjo është rendi logjik. Thot, konstituu kuvendin, pas konstituimit të kuvendit, presidentja thret subjektet politike për ta nxjerrë kandidatin për kryeministër. Hiqeni prej rendit ditës çështjen e kuvendit. Jo,
nëse e konsideroni, e vlerësoni si indikacion që vetëvendosi se ka shumicën, atëherë esni përpara formu qeverin, pa vetëvendosje. Arrim tek qeveria, ende kemi mbet tek kryesia e kuvendit, nuk po bëhet kuvendi. Po prandaj unë po thonë. E shihni këtë si interpretim të kushtetutës si pas dëshirës partive politike, është kjo tendenca e politikës ta interpretoj kushtetutën ashtu si që... Po, absolutisht, është tash partitë politike e kanë interpretuar edhe në kaluarën, e interpretojnë edhe tash, madje edhe keq interpretojnë shpesh bazë kalkulimeve të tyre politike. Është e vërtet që aktgjykimi i gjykatës kushtetuese ta zëm jep të drejtë partisë të parë, ta zëm ta propozoj kandidatin për kryeparlamentar, por askund nuk e përjashtën mundësinë e një marrëveshjeve politike paraprakesh, sepse pikërisht që thotë që ata duhet të jenë prezent dhe mund të votojnë kundër ose të abstenojnë, pikërisht e lë këtë mundësinë e një marrëveshje politike, nga e cila më pastaj bërën edhe krijimi i qeverisë së re. Kjo është veç detyrim që ja rikujton deputetëve që nuk e përjashton mundësinë që partia fituese me pas një marrëveshje, po vetëm që askund nuk e përjashton mundësi, por që ose e lë mundësinë që partia fituese me kriju një marrëveshje politike me subjektet që përfaqësojnë kuvend Kosovës për me kriju edhe me konstitu kuvendin edhe me kriju më pastaj qeverinë e Kosovës. E nëse vazhdon më të interpretu kësaj që neve në atakon dhe duhet këtë opozita me votu, më pastaj mund të kalojmë këtë pjesën arogancës politike ku mund të jetë qëllimi për me shku zgjedhje, për nëse është qëllimi që aty atëherë edhe humb arsyeja pse ka dalë zgjedhje me votu, nëse s'është e gatshme me marrë me qeverisë e vendit. Dy subjektë më të mëdhenj që kanë zgjedhur që janë më së miri me rezultat zgjedhor, që kanë shpreh gatishmëri për zgjedhje. Për dallim prej praktikave të mëhershme pas zgjedhjeve. Partitë politike janë ato që përfaqësojnë vullnetin e popullit, as e hati as kërkush tjetër. Domethënë, nëse po vetëm duke besoj që ka qenë vullneti i popullit që ky është politik. Nga vetëvendosja dhe PD-k-ja i bie që ky vullnet nënkupton zgjedhje të reja. Vota në kuti ka qenë që partitë me ulë dhe me u bë bashkë. Vullneti i popullit vetëm deri në certifikim zgjedhjeve, pastaj përgjithësia. Fillon përgjithësia. Tani, që disa ditë po mundohemi të gjejmë fajtorin, kush është fajtori për këtë bllokat. Vullneti i popullit transmetohet nëpërmjet atyre që populli u ka dhënë besimin. Por a po veprojnë ata për interesin e popullit? Unë ti se dim se na s'kem dalë në zgjedhje, s'kem bisedu me elektorat. Ata kanë biseduar, unë besoj që mas mirë din ata me transmetu vullnetin e popullit. Tek çështja e fajtorit azëm tash është një subjekt politik që ka dalë e para në zgjedhje. I ka 42% të votave. Normalisht përgjithësia është e këtij lideri me siguru shumicën parlamentare, është për çudi që është, bazë unë nuk e di nëse ka pas dikun praktika, gati 3 muaj pas zgjedhjeve, ende nuk e kemi një intervistë të kryeministrit, kryetarit të subjektit që i ka fituar zgjedhjet, cilat janë hapat, më apo të ditur qytetarit të Kosovës, cilat janë hapat që shkë parashe kthimin në udhëheqje ose kthimin në shërbim të çasoj votet që ja ka kërkuar qytetarit gjatë një muaji fushat. Madje ishte një muaj për herë të parë për shkak të zgjedhjeve kryesisht që kanë qenë gjithherë të jashtëzakonshme dhe më pak fushat. Dhe fajtori këtë rast do të duhej pikërisht ky lideri i subjektit fitues i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti pra të pak